Haku i prindit është i madh. Rrezik është për ata tri, nëse i nxen haku i babës apo haku i nanës. Vetëm një herë me ba me ndodh që prindi me i ngrit duar kundër evladit vet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo dua është e pranuar. E baba edhe nana nuk bëjnë dua kundër, përveç se kur çdo gjë është tepruar. Dhe kështu ndodhi me një të ri, i cili e trajtonte në mënyrën më të keqe nanën e vet. I riu dhe nana në vend se të ketë jetë të lumtur edhe kënaqësi me vladin e vet, zullumin dhe padrejtësinë më të madhe e kishte prej tij. Derisa një ditë prej ditëve kthehet djali dhe i kërkon të hollat, i kërkon paret nanës, nga si i duen pare për në bigjoz, i duen të holla për në haram, i duen të holla për takime tjera, i kërkon pare nanës, nana nuk ka. Ki të holla prej pensionit, e ke marrë pensionin, sjellit hollat. Tha nuk kam, edhe ato që kanë qenë janë harxhuar, sjellit hollat. Derisa djali e ngriti dorën dhe e goditi nanën e vet. Subhanallah, u teprua, u kalu kufini. Nana, lokja e mirë, e cila nuk kishte krah nga asnjëra anë, i ngriti duar. Ky është rreziku. Nëse nana i ngrit duart kundër teje, mjerë për ti. I ngriti duart kjo loke, duke i rrjedh lotët dhe tha, o Zot, o Allah, hak meru kundër evladit tim. Subhanallah. Kjo dua ngritet te Allahu Azza wa Jall. Çka ndodhi? Nuk kaluan përveç se disa ditë. Dhe ky i ri me shpejtësi të madhe në rrugë me veturën e vet përplaset me një veturë tjetër. E humb vetdijen, vinë dhe e marrin me ndihmën e shpejt dhe e dërgojnë në spital. Thot kur erdha në vetdije, i dëgjoj mjekët duke thënë, njëri i thot tjetrit, hiç mos u mundo, hiç mos u lodh, se ajo dorë nuk do të mund të lëviz asnjëherë. Subhanallah. Ajo dorë e cila u ngrit kundër nanës, u paralizua prej dunja. Mos flasim kur dalim para Allahut në ahiret.